Në heshtjen e botës moderne, mes zhurmës së mendimeve njerëzore dhe rrëmujës së përditshme, një zë hynor ngrihet mbi gjithçka. Nuk është një zë që shurdhon veshët, por një zë që godet shpirtin. Në këtë moment vendimtar të historisë, Zoti i drejton një thirrje të qartë njerëzimit: zgjoni zemrat tuaja, sepse njerëzit janë larguar nga e vërteta, duke ndjekur dritat e rreme, duke besuar në fuqinë e tyre dhe duke harruar atë që i krijoi. Bota po ecën drejt një rruge ku shpirtrat bëhen të ngurtë dhe dashuria zbehet në një botë të etur për pushtet. Por thirrja e Zotit nuk është një dënim, është një shans i fundit për kthim. Ai flet me butësi, por edhe me forcë, duke kujtuar se koha e reflektimit ka ardhur. Kjo është dita kur njeriu duhet të ndalojë dhe të dëgjojë. Dëgjoj çfarë Zoti dëshiron t'i thotë njerëzimit para se errësira të marrë formë dhe para se drita të tërhiqet nga ata që nuk e kërkojnë. Fjalët hynore vazhdojnë të shfaqen si një dritë që depërton errësirën shpirtërore të njerëzimit. Zoti i drejtohet botës me një thirrje të fuqishme, të zgjohet nga gjumi i shpërfilljes dhe të hapë syt ndaj shenjave që tashmë po manifestohen para çdo njeriu. Ai flet për zemrat që janë ftohur, për dashurinë që është zbehur, për një botë që kërkon drejtim, por që shpesh ndjek rrugë të gabuara. Mesazhi i tij nuk është dënim, por paralajmërim i butë që buron nga dhëmshuria e pafund. Ai kërkon që njerëzit të largohen nga padrejtësia, nga krenaria e tepruar dhe nga gënjeshtrat që kanë mpirë ndërgjegjen e tyre. Zoti kujton se çdo shpirt ka ende mundësinë të kthehet, të ngrihet dhe të pastrohet. Ai thekson se koha është e çmuar dhe se dritarja e mëshirës është ende e hapur, por jo për gjithmonë. Njerëzimi është në një udhëkryq të madh dhe zgjedhja që bën sot përcakton fatin e së nesërmes. Ky është momenti për të dëgjuar, për të reflektuar dhe për të kthyer te vërdeta e tij hynore. Pas heshtjes së parë hynore, një dritë e brendshme nisi të ndizet në zemrat e njerëzve. Zoti nuk foli me zë, por me një ndjesi të fortë që i shtynte drejt reflektimit. Në çdo vend të tokës njerëzit filluan të ndjenin një tërheqje shpirtërore që nuk mund ta shpjegonin, një thirrje e brendshme për të ndalur rrugën e tyre, për të kthyer drejt të vërtetës, për të çliruar nga pesha e padrejtësisë. Mes tronditjes së botës moderne, njerëzit po hungnin drejtimin. Por mes errësirës, Zoti po vendoste një shenjë për re. Në këtë pjesë, mesazhi hynor nuk vjen si urdhër, por si një rikujtim i qetë. Njeriu ka humbur balancën midis shpirtit dhe materialitetit. Zoti i fton të gjithë të kërkojnë dritën brenda vetës, të kthehen tek falja, tek paqja dhe tek rruga që ndriçon zemrën. Kjo thirrje është universale, e fortë dhe e pashmangshme. Njerëzimi duhet të zgjohet përpara se zgjedhjet e tij ta çojnë drejt një pike pa kthim. Ndërsa drita hynore forcohej, zemrat e njerëzve filluan të ekspozonin plagë që kishin mbajtur për vite. Zoti po i tregonte njerëzimit se shërimi nuk fillon nga jashtë, por nga brenda. Konfliktet, armiqësitë, zilia dhe krenaria ishin bërë si zinxhir të padukshëm që i lidhin shpirtrat në errësirë. Mesazhi hynor kërkonte që njerëzit të njihnin plagët, t'i pranonin dhe t'i linin të shëroheshin. Në rrugët e botës, një qetësi e pashpjegueshme po zbriste mbi njerëzit. Disa qanin pa ditur pse, të tjerë ndinin një ndjesi çlirimi të menjëhershëm. Ishte si të hapej një portë shpirtërore, ku çdo njeri ftohej të hynte dhe të rikthehej drejt rrugës së dritës. Zoti po i thoshte njerëzimit: "Më dëgjo, sepse në brendin tënde gjendet rruga e shpëtimit." Zëri i Zotit, i padukshëm por i pranishëm, po u kujtonte njerëzve se çdo shpirt mbart një mision: të krijojë mirësi, të përhap dritë, të kultivojë drejtësinë. Por njerëzimi ishte larguar nga ky qëllim. Lakmia kishte marrë formë sunduese dhe frika ishte bërë udhërrëfyese. Krijesa kishte harruar krijuesin. Zoti kërkonte rikthimin e njeriut tek vetja, tek identiteti i tij shpirtëror, tek thelbi që nuk ndryshon. Në shumë vende, si të udhëhequr nga një forcë e padukshme, njerëzit nisën të kërkonin kuptim. Ata filluan të pyesnin veten: pse jam këtu?
Cili është qëllimi im? Këto pyetje ishin vetë pjesë e mesazhit hyjnor. Zoti po u hapte sytë për të parë se njeriu nuk është vetëm trup, por frymë, dhe fryma kërkon të ushqehet me paqe, drejtësi dhe të vërtetë. Rrezja hyjnore që prek shpirtin e njeriut nuk vjen kurrë rastësisht. Ajo hyn vetëm në zemrat që kanë ndjer peshën e së vërtetës, në ata që kanë kaluar nëpër terrin e dyshimit dhe sërish kërkojnë Zotin. Në këtë pjesë, Zoti i flet njerëzimit për faktin se shumë sy shohin, por pak shpirtra kuptojnë. Shumë dëgjojnë, por pak i pranojnë fjalët e tij. Ai paralajmëron se koha e indiferencës ka mbaruar. Zemrat e ngurta do të thyen, dhe ata që kanë fshehur padrejtësinë e tyre, pas maskës së moralit, do të ekspozohen. Por për ata që kërkojnë vërtet dritën, ai premton ngushëllim, forcë dhe një udhëzim që nuk humbet. Zoti thot se çdo shpirt që afron veten me sinqeritet, do të gjejë një përgjigje. Zoti i drejtohet njerëzimit përmes heshtjes, sepse në zhurmën e botës pak janë ata që mund të dallojnë thirrjen hyjnore. Ai thot se njeriu është mësuar të kërkojë shenja të mëdha, por harrojnë se ai flet në mënyra të buta, të qeta, në momente të thella reflektimi. Zemrat që nuk gjejnë paqe janë ato që i janë larguar udhëzimit të tij. Zoti paralajmëron se shumë po ecin drejt humbjes shpirtërore duke mbështetur veten tek forcat njerëzore. Ai thërret njerëzimin të ndalet, të dëgjojë, të kuptojë se udhëtimi i brendshëm është më i rëndësishëm se çdo fitore toksore. Për Zotin, një shpirt i penduar ka më vlerë se një botë e tërë e mbushur me krenari. Zoti tregon se çdo njeri ka një moment vendimtar, të ecë drejt dritës ose të kthehet në terr. Ky moment nuk vjen me paralajmërime të mëdha, por me një ndjesi të brendshme që të shtyn të zgjedhësh drejtësinë në vend të krenarisë. Zoti i kujton njerëzimit se errësira nuk pushton papritur. Ajo fillon me zgjedhje të vogla, me heshtje kur duhet të flasësh, me frikë kur duhet të qëndrosh i drejtë. Por gjithashtu, drita nuk vjen me forcë. Ajo kërkon vullnet, përullsi dhe dëshirë për të ndryshuar. Ai u thot njerëzve se shpirtrat që zgjedhin dritën bëhen mjalt për engjëjt dhe gëzim për qiellin. Zoti i shpjegon njerëzimit se çdo vepër, qoftë e mirë apo e keqe, lë gjurmë në botën shpirtërore. Ai thot se shumë besojnë se veprimet e tyre mbeten të fshehura, por asgjë nuk humbet para tij. Gabimet e penduara zhduken si mjegull, por padrejtësitë të qëllimshme ngelen si plag në shpirt. Zoti i fton njerëzit të mos kenë frikë nga pendimi, por nga krenaria që i mban të lidhur me mëkatin. Ai thot se qielli harron mëkatin e falur, por nuk harron drejtësinë e atyre që luftojnë për të qenë më të mirë. Zoti paralajmëron se rreziku më i madh për njerëzimin nuk është armiku i jashtëm, por humbja e shpirtit për brenda. Njeriu që ndjek epshet, lakmin dhe krenarin largohet nga identiteti i tij i vërtet. Ai humbet qetësinë, energjinë dhe vizionin. Zoti tregon se njeriu që largohet nga udhëzimi hyjnor fillon të ecë pa drejtim, duke menduar se është i lirë, ndërsa në të vërtetë bëhet rob i vetvetes. Por ai thot se shpresa nuk humbet kurrë. Një hap i vetëm mbrapa drejt dritës mjafton për ta rigjetur rrugën. Zoti thot se bota ka hyrë në një fazë ku shenjat nuk vinë me zë të lartë, por me ndryshime të papritura në shpirtin e njeriut. Ftohje, mungesë dhe mshurie, humbje të busullës morale. Ai paralajmëron se këto janë shenja që shumë nuk i shohin. Njerëzit që e mbajnë dritën brenda vetes do të kuptojnë se koha kërkon vigjilencë dhe se shpirti duhet të qëndrojë i pastër. Zoti rikujton njerëzimit se edhe në momentet kur gjithçka duket e humbur, një fjalë nga ai mjafton për të ringjallur shpirtin. Ai thot se shpresa është dhuratë hyjnore dhe se shpirtrat që e mbajnë këtë dhuratë do të shohin mrekulli në kohën e duhur. Zoti tregon se rruga drejt dritës nuk është e lehtë, por është e sigurt. Ai i udhëzon njerëzit të ecin me durim, të lënë pas fajin, të mos shikojnë më prapa.
A i thot se njeriu që qëndron në dritë bëhet shembull për të tjerët, një pishtar në një botë të lodhur nga errësira. Çdo ndryshim i vërtet shpirtëror fillon kur Zoti prek zemrën. Ai thot se nuk ka shpirt të pashërueshëm, nuk ka jetë të humbur, nuk ka plagë që nuk mund të mbyllet. Ai fton njerëzimin të hapë zemrën, sepse ai dëshiron ta mbush me paqe. Zoti i jep njerëzimit një mesazh të fundit. Koha për t'u kthyer është tani. Ai theret njerëzit të zgjedhin dritën, të kërkojnë drejtësinë, të duan njëri tjetrin dhe të mos harrojnë se çdo frymëmarrje është dhuratë. Ai premton se ata që i afrohen me zemër të sinqertë do të gjejnë më shumë se paqe. Do të gjejnë qëllimin e tyre të vërtetë.